keni nevojë të ndihmoni biznesin tuaj? Ne ju japim ide për të ecur një hap me suksesin ton. Prodhimi ynë mediatik është korrekt, profesional dhe çmime të lira. Mjafton ju të jeni dakord. Ju mund të vini në zyrat tona që tani. Reklamoni në RTV, ndiqeni suksesin. Mirëmbrëma të respektuar të shikues, juve po qëndroni me edicionin informativ të lajmeve në Radio Televizionin Buenoce. Unë jam Fisnike Regjepi, ndërsa këto janë lajmet kryesore. Në mbar botën sot shënohet 8 marsi, dita e gruas. Aktivitet me rastin e 8 marsit nga zyra për të rinj. Sportelet tani e tutje mbetën e kaluar erë, deklarimi të ardhurave dhe përvojë e punës përmes internetit. Tet marsi njihet si dita e gruas në të gjithë botën dhe në shtetet e ndryshme kjo fest festohet si fest kombëtare. Kjo ditë u dedikohet mbi të gjitha grave të thjeshta, të cilat, fal vlerave të tyre të ndryshme, kanë shkruar dhe kanë ndryshuar historinë botërore. Kjo ditë u kushtohet grave të cilat për shekuj kanë luftuar për barazinë e gruas në shoqëri. 8 marsi njihet si dita ndërkombëtare e gruas në gjithë botën dhe në disa shtete të ndryshme kjo ditë festohet si festë kombëtare. Kjo ditë u dedikohet mbi të gjitha grave të thjeshta, të cilat në saj të vlerave të tyre ndryshuan historinë botërore. Kjo ditë u kushtohet grave të cilat për shekuj luftuan për barazinë e gruas në shoqëri. Ideja për ditën ndërkombëtare të gruas u hodh fillimisht në fillim të shekullit 19, e cila ishte një periudhë e tronditur nga trazira dhe shtimi i popullsisë për botën e industrializuar. Çupra e asaj dite, dita ndërkombëtare e gruas mori dimensione të tjera, që filloi të festohej në mbar botën. Në këtë ditë reflektohet mbikurajnë dhe veprimet e grave të thjeshta, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave. Në mbar botën 8 marsi kremtohet në mënyra të ndryshme dhe me dhurata të mira për këtë festë është lulja. Edhe në Buenos 8 marsi këtë vit festohet në mënyrë nga më të ndryshme, me organizime të ndryshme. Disa kanë zgjedhur restorani me muzikë për të argëtuar e dikush në ndonjë kafeteri. 2 restorantet që veprojnë në komunën e Buenosi, Breda Palace dhe Hotel Rozafa, personte kanë para organizim, kështu që një bilet kushton nga 10 deri në 15 euro dhe gjinia femrore kanë pasur mundësi zgjedhje personte. Po ashtu edhe sheshi i qytetit që nga dita e djeshme është i stërmbushur me lule nga më të ndryshme që i shesin shitësit me çmime të volitshme nga 100 dinare më lart, varësisht nga lloji dhe mallësia e tyre. Përpos shitësve që ishin duke shitur lule kishte edhe graje nëna e fëmijë të cilët sot nuk pyesnin shumë për çmin, por zgjedhin më të mirën për më të dashurat e tyre. Se çka më shumë i dhurojnë nënave dhe grave të tyre me shkujt, përgjigjja ishte se nuk mjafton vetëm 8 marsi për t'i shprehur dashurinë dhe respektin, por sot do t'i veçojmë me një drëndafil duke i krahasuar si nënat ashtu edhe gratë, sikurse të jenë një lule. Zyra për të rinj në Buenoce me rastin e 8 marsit festës së gruar sot ka organizuar një aktivitet të radhës. Më gjithsesi ndjekim kronikën e përgatitur. 8 marsi është ditë ndërkombëtare e gruas dhe kjo ditë festohet në për shumë vende të botës, kurse tek ne pak japin rëndësi kësaj dite përveç disa restoranteve që organizojnë ahengje ku mund gratë të festojnë këtë ditë të veçantë. Zyra për të rinj në Buenoce është e vetmja që ka zhvilluar një aktivitet sot me të rinj të komunës së Buenocit në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsin. Kjo zyrë me aktivistët e saj sot nëpër disa fletushka shënoi disa mbishkrime me mesazhe dashurie për të gjitha nënat dhe gratë e vajzat tona që ta gëzojnë këtë ditë të veçantë të jetës së tyre. Kështu shpreh për televizionin ton Vjolca Aliu, koordinatore e zyrës për të rinj në Buenoce. Sot zyra për të rinj ka mbledhur të rinjtë e saj në mënyrë që të përcjelli mesazhe dashurie për nënat tona, për vajzat e familjes tonë, në mënyrë që të shprehë mesazhe të cilat nuk kushtojnë, mesazhe të cilat kanë shumë vlerë, ato janë mesazhe të dashurisë, për shkak se ne jemi mësuar që dikujt t'i dhurojmë një gjë e cila kushton, një gjë me shumë vlerë, por nuk ka asgjë më të rëndësishme dhe asgjë me më shumë vlerë se mesazhi i dashurisë, i cili përcillet nga fëmiu apo nga antari i familjes. Andaj edhe jemi mbledhur sot në mënyrë që të mos na kaloj kjo ditë kaq e rëndësishme pa u shënuar 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, meqense dim që në qytetin ton përveç se organizohen ahengje të ndryshme, asnjë institucion, asnjë organizatë tjetër nuk e shënon këtë ditë kaq të rëndësishme e që gruaja është shtylla e familjes. Ndërkaq njëra ndër aktivistët aty për aty shtoi disa fjalë nga shkrimi që kishte bërë duke uruar të gjitha nënave ditën e 8 marsit. Kam një mesazh për të gjithë nënat në botë. Nëna ime, mbretëresha ime, urimet 8 marsi, respekt dhe dashuri të pafundme, për ato që na dhanë jetë nga jeta e tyre,
për ato që në gjindem pranë neve në çdo moment të vështirë në jetën tonë. Gëzuar festën e 8 marsit për të gjithë nënat e botës, për ato të dhimbshurat më të mirat dhe më të shtrenjtat në botë. Ideja për ditën ndërkombëtare të gruas u hodh fillimisht në fillim të shekullit 19, e cila ishte një periudhë tronditur nga trazirat dhe shtimi i popullsisë për botën e industrializuar. 8 marsi njihet si dita e gruas në të gjithë botën, madje në shtete të ndryshme kjo ditë festohet si festë kombëtare. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në gati 9 dekada. Ndryshojmë temi informacioni, sportelet tani e tutje mbeten e kaluar e errët. Deklarimi i të ardhurave dhe përvoja punës bëhen përmes internetit. Nga data 15 mars, të gjithë punëdhënësit do t'jenë në gjendje që në website-in e Fondit Pensional Invalidor, apo siç njihet ndryshe si PIO, do dorëzojnë dhe njëkohësisht do të plotësojnë formularin elektronik M4. Sportelet tani e tutje mbeten e kaluar e errët. Deklarimi të ardhurave dhe përvoja punës bëhen përmes internetit. Nga 15 marsi të gjithë punëdhënësit do të jenë në gjendje që në website-in e Fondit Pensional Invalidor apo PIO të dorëzojnë dhe njëkohësisht të plotësojnë formularin elektronik M4 me gjitha të dhënat për paga dhe përvojën e punës për të punësuarit e tyre. Përsa është dashur të presim ka gjatë, këtë unë me të vërtet nuk i di, por është rëndësishme që tani e tutje sportelet e Fondit PIO-s për ekonominë tonë të mbeten një e kaluar e errët, ka deklaruar sot ministri i punës Aleksandar Vulin në hapjen e konferencës me titull Lajmërimi elektronik M4. Në Serbi, 204.000 persona juridike dhe 233.000 punëdhënës janë të detyruar të dorëzojnë dokumentet për M4 dhe përmes filialeve të Fondit PIO kalojnë mbi 2,5 milionë formular në vit. Modernizimi i sistemit elektronik të ekonomisë së tregut do të sjellë kursime të mëdha në buxhet dhe ka për qëllim lehtësimin e administrimit. Edhe pse pacientët kanë të drejtë të kryejnë kontrollat e tyre tek mjekët privat në kurriz të Fondit Republikan për Sigurim Shëndetësor, ata për këtë gjë ende nuk janë të informuar. Qytetarët edhe mëtej shumë pak i shfrytëzojnë të drejtat për kontroll tek mjekët privat. Kontrolla këto të cilat i kryen me argjime të Fondit Republikan për Sigurim Shëndetësor, pasi që mjekët të cilët punojnë nëpër spitale shtetërore nuk kanë mundësi ta kryejnë kontrollimin e pacientëve. Këtë gjë vërteton edhe një e dhënë e cila gjatë vitit 2015, ku 733 pacientë e kanë shfrytzuar mundësinë e lartë përmendur. Arsyeja për këtë është se qytetarët janë shumë pak të informuar për të drejtat e tyre, e po ashtu edhe për një mosgadishmëri të mjekëve dhe drejtorave të institucioneve shëndetësore, ku në këtë mënyrë do të mund ta shkurtojnë listën e pritjeve. Në rast se një institucion shtetëror shëndetësor nuk është në gjendje që ta kryejë kontrollën e pacientit në afat prej 30 ditësh, drejtori i atij institucioni, gjithsesi mjeku, ka për obligim që pacientit ja lëshojë një vërtetim me të cilën e udhëzon pacientin për tek mjeku privat. Mirë po, mjekët refuzojnë që ta lëshojnë atë vërtetim për pamundësinë e ofrimit të shërbimeve shëndetësore brenda një muaji për procedurat dhe kontrollat për të cilat nuk kanë asnjë listë zyrtare të pritjes. Kërkesat janë dorëzuar zakonisht për rimbursimin për kontrolla specialist konsultativ tek mjekët specialistë si oftalmolog, endokrinolog, neurolog, kardiolog, kirurg, internist, gastroenterolog, si dhe tek ekzaminimet diagnostifikuese. Për kontrollat tek mjekët privat, Fondi Republikan për Sigurim Shëndetësor ka paguar rreth 4 milion dinar, shkruhet në të përditshmën Blic. Vendimi për kontroll tek mjekët privat me argjime të fondit, Fondi Republikan për Sigurim Shëndetësor e ka prunë në vitin 2009, ku edhe mëtej gjendet në rezistencë të enteve shëndetësore. Vijojmë edhe me një lajm tjetër. Mundsohet blerja e veturave të përdorura nga Zvicra pa dogan. Ky lajm me siguri se do t'i gëzojë të gjithë ata që kanë dëshirë të blejnë një veturë në Zvicër. Ligjet e reja kanë sjellë që të hiqet pagesa e doganës në veturat e përdorura që importohen nga ky shtet, ndërsa kushtet janë të njëjta, sikurse gjatë importit nga shtetet e Bashkimit Evropian. Veturat e Zvicrës konsiderohen se më kualitative, andaj edhe shumica tek ne dëshirojnë që ta blejnë një veturë personale nga ky shtet. Mirpo, pasi që Zvicra nuk bën pjesë në shtetet e Bashkimit Evropian, tani dogana për veturat e sjellura nga po ky shtet është paguar 12.5% për vetura që janë të regjistruara në Zvicër edhe pse nuk janë prodhime evropian, duke falenderuar ligjin e ri të importit të veturave
të përdorura nga një shkurti mund të bëhet sikurse ato që sillen nga shtetet evropiane. Pritet ndryshim drastik i temperaturave, më gjithësisht tabela me të dhënat sinoptike. Të respektuar të lishkues para ndarjes, u ftojmë edhe njerë bashkë të rikujtojmë ngjarjet kryesore. Në mbar botën sot shënohet 8 marsi, dita e gruas. Aktivitet me rastin e 8 marsit nga zyra për të rinj. Sportelet tani e tutje mbeten e kaluar erë, deklarimi të ardhurave dhe përvoje punës përmes internetit. Të respektuar të lishkues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ lajme. Shumë një përshëndes, ju uroj natë mirë dhe mirë takofshi.